Territori shqiptar për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona priten vranësira dhe rreshje të lehta. Paraditja do të jetë me diell në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa veriu dhe juglindja do të kenë vranësira të her pas hershme. Pasditja vijon me intervale me diell dhe rreshje të izoluara të dobta në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 15 gradë Celsius.